parë, a është kthyer pas, a janë sekuestruar, këtu është thelbi. Pastaj se si do kalojnë sërish në qeveri për qytetarët, mund të jetë një diskutim tjetër. 20% e rasteve, pra, janë raste të cilat nga 100%, 20% janë sekuestruar, tjerët janë liru. Atëherë është e pavlefshme. Tani unë kam në SPAK një çështje të cilën ashtu djali jashtë ka thënë për djalin e as vet dhe i thotë që ky thotë është marrë me pizleqe në shtetin X. Dhe shteti joni ka sekuestruar 120.000 euro ndërtime që ka 33 vjet në Belgjik, që ka kursy lek për me ble 2 gasoniere në Durrës dhe ato prokuroria e Tiranës, pra SPAK-u, ka shku ja ka sekuestruar. Dhe nuk merret me miliona të vjedhjeve, qoftë incineratorëve, qoftë të rrugëve e me radhë. Do të ndalim një tjetër çështje që është shumë e rëndësishme. Sot për herë të parë Lirmeta ka rrëfyer, po quajmë kështu, në SPAK ka folur, ka dëshmuar për çështjen e 21 janarit, që padyshim shumë e rëndësishme është edhe kjo. Mund të merret parasysh në këtë kontekst deklarata pa u mbështetur me prova, me fakte, si funksionon në rastet e deklarimeve që bëhen? Pra, thot ligji për sa i përket të penduarve ose bashkëpunorëve drejtësisë. Meta e para që duhet thoshte këtë, që unë jam hajduti që kam vjell 1, 2, 3. Dhe çfarë ka ndodhur manej, tregon në rast se çfarë ka ndodhur. Po nëse ti nuk je tregu i besueshëm, që çka ke bën për vete, ti do me akuzu tjerët. Dhe ligji përcakton që të bashkë akuzuarit ose deklarimet e të bashkë akuzuarve nuk merren për bazë. Nuk ja provë. Pra kjo, por si duket avokati ose avokat që e bajnë, i thonë hajde bërë rëmuj. Po s'pat me rëmuj, ma e i zoti me konsolidu qeshtjen mi baza të procedurës penale. Nuk i mos rritu i folë këtë budalliqe, se për mu janë budalliqe, nuk janë gjana që kanë vlerë. Megjithatë, kjo është një kërkesë e bërë nga vetë zoti. Po me pështu pra, unë duhet që shpëtaj. Jam mes detit dhe duhet kap një fije kashte aty, që pas skandolët du me e kap atë kasht me dal prej detit. A del? Nuk del. Mirë, megjithatë, duhet dy pyes edhe në kuadër të punës intensive që SPAK ka bërë gjatë kësaj periudhe kohore në ndërtimin e zotit Dumani. Sot është dita fundi, mos gaboj e ti në detyrë edhe me nisjen e kreut të ri. Nga aq sa ju e njihni institucionin apo dhe drejtësinë, funksionalitetin e drejtësisë në Shqipëri, mendoj që do të ketë një funksionalitet të njëjtë apo ndoshta më të intensifikuar të punës? Jo, pa qëllim e thash janë politikat e shtetit të cilat majnë edhe drejtësin kam edhe majnë çdo gjë. Jo pa qëllim shteti italian që e kemi fshi, ka mbi 65% të deputetëve jurista të cilët bajnë ligje me men në kokë. Në Shqipëri kemi 30% qobej, kemi 20% shofera, ke kanë shofer deri dje në Parlamentin Shqiptar, sot je deputet, dhe na diskutojmë që të presim me duar lartë se çfarë ligjesh do na miratojnë. Të gjitha ligjet e miratume janë ligje kundër qytetarëve dhe për të pasuruar qoftë ministra, qoftë deputet, qoftë personat të interesuar. Nuk ndrohet kushtetuta sa herë që dënë. Është të tmerrshme. A ka nollë ku në botë që ndrohet kushtetuta për 10 vjet 3 herë? S'nollë kërku në botë. Dhe në Shqipëri nollë, që ja pra nollë ka në Shqipëri. Për hatër të një deputeti atje, nxjerrin vendime udhëzime. Po s'ke që ju banë, sepse janë vendime kolegjale. Vendimet kolegjale. Nuk kanë mundësi me i hetu as prokuroria, as kërkush. Mirë, një pjesë të mirë të punës, po themi kështu e kanë bërë, me sulmin që është bërë ndaj figurave, ose hetimi, se sot përdor fjalën sulm, po hetimi që është bërë në disa prej figurave të lartë shtetërore, që është kryer një lloj koncepti që nuk preket. Konceptin e ka thënë Fishta dhe gjithë ata të parë që e kanë sqaru, sepse shqiptarit, po si neje me kërbaç ose me drum maskoket, ai nuk merr vesh. Dhe ndodhemi përsëri në këtë situatë. Këtyne po ju përmend e burgun, shqiptari marrën. Dorëzohet çat dush tot. Pra flet edhe ato që si ka bë, edhe budalliqe të tjerëve që i kanë gjune për kafenet e Shqipërisë. Megjithatë,
Edhe për të parë, nuk mund të shprehemi për një lloj pesimizmi total, them se tani nëse do ishte menimi i jem se kush duhet ta drejtonte SPAK-un, duheshin persona të cilët nuk janë jo tegër, por nuk janë ekstrem. Organi i akuzës, pra, dhe gjykata e krimeve kundër korrupsionit, duhen me kënd persona të cilët, drejtuesit, që janë humanë zotëri. Nuk mund të merresh tani për minadit dikuj, borg, po jo më zotëri. Dhe jo pa qëllim ndryshimet ligjore. Shihni politike më tepër thonë jo. Pa, jo ndryshimet ligjore. Tani diskutimi të marrësh historinë që do mesin tani jetën e jetës që një drejtues i SPAK-ut mori gotën e ujit se s'kishte besim me pi ujë aty. Këto janë gjëra që janë shumë të kanë kuptim shumë gjatë. Diskutohet i herë që ne shqiptarë thomë jemi trima, jemi kështu, jemi të besë këto. Po tha njëri, një italian. Unë tha e kam pa shumë mirë historinë e Shqipërisë. E kam pa, tha, edhe Kalani Rozafs, tha, edhe Hamza Kastriotin dhe Gjergj Kastriotin. Që ju keni arë prej atje, tha. Ju jeni tradhtar me njëri tjetrin, tha, për na tregoni ne historinë. Tani këto tema nuk duhem të diskutojmë. Dakor? Të falenderoj shumë kënaqësi të kishëm. Faleminderit juve. Mirë, do shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitar, do rikthehemi sërish së bashku pas pak për një tjetër temë diskutimi, por do të jemi edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit që do të bëjmë.